Një ditë më parë u zhvilluan zgjedhjet e pjesshme në Universitetin e Shkodrës. Profesori asociuar Paulina Hoti u zgjodh dekan e Fakultetit të Drejtësisë duke siguruar 95% e votave, edhe pse nuk ishte kandidate vetme. Një rezultat i pritshëm për kontributin e saj në gjithë këto vite në Universitetin e Shkodrës dhe për historikun e zgjedhjeve në Fakultetin e Drejtësisë dhe Universitetit e Shkodrës. Në Fakultetin e Drejtësisë, kandidimet, votimi dhe gjithë periudha e zgjedhjeve që nga fillimi u shoqërua me presion dhe ndërhyrje të rektorit të Universitetit të Shkodrës, Gjuraj, i cili donte patjetër kandidaturën e tij të përzgjedhur paraprakisht nga vetë ai, donte fillonte procesi zgjedhor kur dëshironte ai, sipas planeve të tij, dhe për këtë qëllim shtyu hapjen e procesit zgjedhor 6 muaj më vonë sesa ligji parashikonte. Kandidaturat që përfliteshin për dekan në Fakultetin e Drejtësisë dhe nuk ishin preferencët e tij direkt dhe indirekt i bënte presion për të mos kandiduar, ndërkohë pedagogët e këtij fakulteti vazhdimisht i thërriste për të kërkuar mbështetje për kandidaturën që ishte preferencë e tij. Në momentin kur pedagogët kërkonin të ishin vetvetja në qëndrimet për kandidatët për dekan, ai përpiqet i bënte presion duke i kërcënuar çdo hakmerri për mosbindjen e tyre. Kjo është një metodë pune që ky rektor ka praktik për çdo ndërhyrje që bën në çdo departament dhe fakultet të Universitetit të Shkodrës, pas gjithë përpjekjeve të tij për të vënë presion te staf, i cili nuk i arriti vetë kandidatura preferencë e tij u tërhoq për të mos kandiduar për postin e dekanit, duke i lënë vend kolegëve të tjerë për mirëkuptim dhe për gjetjen e një personi që ka pëlqimin të gjithëve. Por rektori Gjuraj nuk i mjaftua me kaq, ai thirrri një kandidaturë tjetër, të cilin e sponsorizoi dhe nxiti për të kandiduar, edhe këtë kundër dëshirës së stafit të brendshëm të Fakultetit të Drejtësisë. Në lidhje me kandidaturën e dytë, nuk provokoi me presione, por le të kuptoj haptazi se kandidati tashmë regjistruar Hoti nuk ishte preferencë e tij. Stafi i Fakultetit të Drejtësisë e la preferencën e rektorit Gjuraj si kandidat vetëm një emër në letër, duke lënë të marrë vetëm votën e vetëm kandidatit. Borimet e brendshme në universitet bën të ditur se rektori Gjuraj është shumë i shqetësuar për kandidatin e tij humbës dhe shumë i pakënaqur për fitoren e zonjës Paulina Hoti Guli, e cila është e preferuar 95% e stafit, të pedagogëve dhe studentëve. Rektori Gjuraj ka filluar kërcënimet që mbrëm pasi u njoh me rezultatin e Fakultetit të Drejtësisë. Ai ka deklaruar se ky fakultet nuk duhet të ekzistojë, duhet të mbyllet dhe sa i do jep kontributin në këtë pikë vetëm për faktin se rezultati i zgjedhjeve nuk nxorri preferencën e tij. Harron rektori Gjuraj se Fakulteti i Drejtësisë në Shkodër është fakulteti i dytë për nga rëndësia dhe vlerat pas atij të Tiranës në Shqipëri, është hapur që në vitin 1992 dhe është konsideruar gjithmonë seriosi arsimore, kulturore dhe politike për Shkodrën dhe gjithë Veriun. Ka diplomuar me mira student, disa prej tyre dhe mbiemrin Gjuraj, pjesë e mbiemrit të tij, nuk mundet askush të mohojë vlerat dhe kontributin e Fakultetit të Drejtësisë në Universitetin e Shkodrës, në krejt Veriun shqiptar dhe në drejtësinë shqiptare deri në majtë e saj. Gjithashtu opinioni publik është informuar ndër vite se në Fakultetin e Drejtësisë kanë funksionuar zgjedhjet dhe gjithçka tjetër sipas ligjit dhe rregullit dhe nuk mund të ishte ndryshe, pasi pjesë e këtij stafi dhe në drejtim të këtij fakulteti kanë qenë dhe janë figura shumë të njohura për Shkodrën dhe Shqipërinë dhe më të rëndësishëm se sa vetë rektori Gjuraj, si deputet, ministra, zëvendësministra, drejtues të institucioneve qendrore si KQC, komisione për mos diskriminimin, antar të organeve drejtuese të drejtësisë shqiptare, KLP dhe KLG, antar të gjykatës së lartë e të tjerë, po ashtu dhe studentë të këtij fakulteti i gjën në prokuroritë të çdo niveli, në gjykatë në çdo shkallë të gjyqësorit, i gjën në parlament, në qeveri, në organet e qeverisë vendore, në të gjithë administratën publike, në trupat diplomatik, në organizata ndërkombëtare brenda dhe jashtë vendit. Nuk është ashtu siç përpiqet të antireklamojë rektori Gjuraj në të gjitha takimet e tij private dhe zyrtare brenda dhe jashtë universitetit në lidhje me Fakultetin e Drejtësisë dhe të gjithë fakultetet e tjera të universitetit. Të njëjtën gjë bën edhe për personat e veçantë në universitet, të cilët nuk janë dakord me veprimet e tij, duke përcjellë artikuj të gatshëm tek portalet dhe gazetat, gjithmonë për të errësuar veprimet dhe figurën e tyre. Ky është një veprim që nuk ka qenë asnjëherë praktik e rektorëve të mëparshëm, pasi të gjithë kanë ruajtur figurën e kolegëve të tyre dhe krejt universitetit që ata përfaqësonin. Në departamentin e drejtësisë publike, pjesë e Fakultetit të Drejtësisë, nuk u zhvilluan zgjedhjet ndryshe nga çfarë kishte dëshirë rektori. Kjo u vendos unanimisht nga të gjithë anëtarët e departamentit me mirëkuptim, si përherë në respekt të kuadrit ligjor dhe autonomisë që kushtetuta u garanton stafeve akademike. Zgjedhjet janë një drejtë dhe njëkohësisht një mjet demokratik për të caktuar drejtuesit, por nuk janë detyrim që të zhvillohen ato kur ka unanimitet nga staf të njësive përkatëse në universitet. Kjo është një mënyrë zgjedhjes së drejtuesit pa qenë detyruar për të pasur votim. Burime brenda rektoratit bën me dije se rektori Gjuraj nuk do zbatojë afatin për emërimin e dekanit të ri në Fakultetin e Drejtësisë, do të përpiqet ta shtyjë për të vazhduar me shkeljet e ligjit në këtë universitet që kur ai erdhi